Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Plasësheri mes Heidi Bacit dhe Romeos. Nuk dua fare të merrem me të. Pas përfundimit të romancës shumë të komentuar, Heidi Baci duket se ka vendosur të lërë pas të kaluarën dhe të fokusohet tërësisht te vetja dhe karriera e saj. Së fundmi gjatë një paraqitje në një panajir, ish banorja reality show-ut u ndal për një intervistë të shkurtër ku nuk shpëtoi një pyetje për ish partnerin e saj. Gazetari i pyeti Heidin lidhur me deklaratën e fundit të Romeos, i cili e përkufizoi marrëdhënien e tyre thjesht si një histori 3 mujore, duke theksuar se ndarja erdhi për shkak të perspektivave të ndryshme për jetën. Ndonse e buzëqeshur, Heidi zgjodhi të mos i jepte hapësirë këtij diskutimi. Ajo e preu shkurt gazetarin duke refuzuar të bëjë replik ose të jap komente të mëtejshme për këtë temë. Nuk dua fare ta komentoj, u shpreh ajo e prerë duke mbyllur përfundimisht këtë kapitull. Përtej pyetjes për Romeon, gazetari tentoi të zbulonte nëse ka ndonjë zhvillim të ri në jetën e saj romantike dhe nëse ka një dashuri të re në horizont. Edhe për këtë, Heidi e kishte një përgjigje të qartë, duke deklaruar se momentalisht dashuria nuk është prioritet për të. Ajo theksoi se është tërësisht e fokusuar te projektet e reja profesionale dhe se gjërat e saj personale nuk ka ndërmend t'i bëjë më publike.